Jemi në studio, vjojmë me programin Shtypi ditës 2 deri rreth orës 9. Kemi minutën në dispozicion për të komunikuar së bashku. Do të shohim edhe temën e ditës. Është një pyetje, një sondazh në fakt, i lançuar edhe në shqiptar.com, që ka të bëjë me çështjen e transmetimit të seancave apo jo drejt për drejt. Gjykatat nuk po lejojnë, edhe prokurit po themi, kemi pyetjen konkrete. Sipas jush, si e mendoni ose e gjykoni që kanë të drejtë pak edhe gjykatat që ndalojnë, pra ose kanë drejtë që të ndalojnë prezencën e kamerave në seancat gjyqësore, por e bëjnë diçka të tillë, lejojnë vetëm në fillim, vetëm pak momente në seancat publike dhe më pas nuk lejohet. Kemi në sondazh deri në këto momente gati 1400 vota, po, që u japin drejt gjykatave diçka më shumë se 25% atyre që kanë votuar, dhe jo, përshton që nuk kanë të drejtë SPAK apo edhe gjykatat në tërësi, që tek GKK-ja dhe të tjerat, që të ndalojnë pra praninë e kamerave në seancat publike, apo edhe që të mos transmetohet. Sepse për shembull kanë shtypjen diçka që ne kemi diskutuar, mbi gjitha ndoshta gjyqet, seancat gjyqësore, edhe të zyrtarëve apo të zyrtarëve mund të kenë edhe interesin tuaj për të kuptuar edhe më shumë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Bëuni pjesë të programit edhe me zë dhe me figurë në numrin e telefonit të zakonshëm. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Më thua, ju dëgjoj. Të lutem edhe njërë. Edhe njërë të lutem se... Për që protestat që në lygo? Po, për protestat, më thuaj. Po, për protestat. Që protestat që përbonë në Tiranë, më duket të mund si në grosë shtetit kundra qeverisë. Pse? Mbledhjes mercenare nga Kosova, Maqedonia, Greqia, Evropa, e që versude qeverisë legjitime si ka marrë 83 mandate, që janë të mund grosë shtetit. Të mund grosë shtetit i pastër. Tjetër? Edhe s'ka liberi sa natë e shtatën që e ka pa djekë Shqipnin, e ka pa bon shkru me hi, e ka pa bon Shqipnin natë e shtatën, a i s'ka dhënë dërheqje e para. S'ka dhënë dërheqje në bon zgjedhjet e lira, e ka dhënë mbledh parlamenti e ka shkarkuar. Ja, këtë grusë shtetit ta mund sikur ka pa bon në dogu, si ka pa zhoj qeverinë e Panolit. Në agenturat e huaja, greke, evropiane, turke e amerikane. Dakor. Për të zhoj qeverinë. Se kanë fri shpirtin të agenturat e huaja, këta. E kanë fri shpirtin. Dakor. Mirë, zotri. Faleminderit. Të përshëndes për telefonatën që të kemi mundësi të marrim edhe biseda dhe mendime, opinionet të tjera. Urdhëroni përshëndetje. Sot nga ishte lexuar në shtypin e ditës, është paralajmëruar që protestat edhe mbarkombëtare mund të ketë prani të diasporës në Tiranë, le të themi si fundjavë që është. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Është i vetmi stacion në Shqipëri që mua më hap. Me bashkim, me gjithë... Ju dëgjoj, të lutem, ju dëgjoj se po, më thuaj. Mendimi juaj. Është i vetmi stacion... Më thuaj mendimin, të lutem. Rëndësi ka mendimi për temën e ditës a diçka tjetër, ç'të dëshironi? Më thuaj, kjo është e rëndësishme. Shikoj që po vinë financa karabinjerit italian në Shqipëri. Po? Shikoj që po vinë financa karabinjerit, po futen në territorin e shqiptar. Po? Makina, është e drejtë dhe Serbia kishte Vučić kishte greva, po nuk u votasë Rusi, që ka mik, e ka vua Rusi, nuk u vot për të bërë. Si ka mundësi po na vinë këtu? Kush pavarësia të vendi? Kush Po ku i ke parë, zotri, ku i ke parë dhe çfarë mendon se do të bëjnë nëse kanë ardhur? Në dorës kanë ardhur furgonat të financës karabinjerit, i ka pasur në blok. Po pse pas kanë ardhur pra? Si pas jush? Kanë ardhur i kaptuar e Dirama. Për çfarë? E di që po vdes, është drejt gërjes, drejt vdekjes. Për çfarë? Për çfarë i ka marrë? Nuk është e drejt i marrë shtu. Se i merë këtu Shqipëri. Po pse i ka marrë si pas jush pra? Me që po na e thoni dhe nuk është se po bëjnë fakt, po referuar ju. Policia e ka kuptuar. Policia e shtetit të shqiptare. Janë pistit. E ka kuptuar që ky është tradhtar. Nuk e më do policia, nuk e do. Okej. Nuk e do policia.
Mirë. E shkoj që kështë një anti-shqiptar, një tradhtar. Kjo e Sali Berisha. Kjo që kalojnë gjotinës, janë 2 kriminal, 2 terrorista. Mirë, faleminderit, ju përshëndes për telefonatën. Ecim me një tjetër bised me zëdhën në figurë, do të ishte edhe më mirë, në 069 60 13 629. Pra numri zakonshëm që kemi në ekran. Përshëndetje. Mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjes, përshëndes dhe të dëgjoj mjaft mirë. Më thuaj, nuk di, tema e ditës. Një fundjavë sa më të mbarë ty dhe gjithë stafin tuaj. Faleminderit, fundjavë të mbarë edhe për ju, e për gjithë shqiptarët kudo ku janë. Ditës, unë mendoj që gjyqet duhet jenë të ruhet ajo jo etika e çdo njeriu që bën gjyq, por gjyqet politike ose gjyqet e administratës jam dakord që tepen në mision, të zbardhën, të dihet si është e vërteta. Po. Për mes të konsumuar shumë kohë, kalofsh mirë një ditë sa më të mbarë e fundjavë të mirë. E kuptova. Mirë, faleminderit. Ju përshëndes për telefonatën, zotëria për temën e ditës, se kishte një mendim të qartë. Edhe tha që për le të themi personazh të njohur apo zyrtar të jenë publik, transmetohen edhe drejt për drejt, ndoshta për të kuptuar më shumë pra. Dhe kjo është një mënyrë për të bërë më shumë që çfarë provash ka prokuroria, çfarë argumentesh jep gjykata, por çfarë argumentesh jep edhe pala mbrojtëse e një personi që mund të jetë akuzuar në këtë rast zyrtar apo dhe i zyrtar. Mirë, shkputemi këto mende shumë shkurtimisht për një këshill shëndetësore për gjithë ata që kanë vështirësi në të ecur, në të lëvizur, e që do të thotë kanë probleme me kocka. Do ben është zgjidhja ideale, perfekte. Keni mundësi të ndiqni edhe shembujt e suksesit, shpjegimin që bën profesionisti dhe numrin e telefonit në ekran, që ju që keni këtë problematik, do t'i thoni me njëri lam të mirë, por nuk keni mundësi ta porosisni. Jam në studio, vjen komunikimin së bashku për temën e ditës, se jo vetëm kemi minuta në dispozicion, kështu që marrim bisedën e radhës. Çështja që po diskutojmë ka të bëjë pra me transmetimin e seancave gjyqësore, të jenë apo jo drejt për drejt edhe për publikun, por dhe protestat që mbeten po ashtu një zhvillim i përditshëm. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje ime për emisionin. Faleminderit, ju dëgjojmë me kënaqësi. Më thuaj. Sa për temën e ditë. Po. Sa për temën e ditë do të thoya 2 fjalë. Po. Gjykatat e kanë lënë Shqipërinë këtë gjendje. Janë mush dosjet tonë Shqipëri, që është 91 për gjykuar me pjesë e tyne. Vetëm gjykatat ato janë njësia që e lënë Shqipërinë vend në më. Okej, tjetër. Me jemi kë. E dyta, presidenti i shtetit shqiptar duhet zgjedhet nga populli. Me presidenta Kukula, po shko Shqipëria në këtë gjendje dhe me parlamentin shqiptar që dalin deputet me lista shumë emërore që nuk din t'i kush në ta, lajk qoftë kjo, as tabelën e shumëzimit, atë letë morin vendin për ty ose për mua ose për dika tjetër. Duke për myllë për protestën e ditë sotit dhe thëmë të 2 fjallë. Ata burrat që protestojnë, ose duhet thonë jam me Edi Ramën, ose duhet thonë jam me opozitën me Sali Berishën. Dë varosim njanin, dë varosim tjetën, për këtë dhe ne bjen ata burrat për shtetë atë. Dë formojnë një parti të e zamë. Ajo partijere, ku dhe bëhet për kombin shqiptar, ajo duhet kërministë sëtë që ti në gjendje për këtë këmë, ku ka është kur Shqipëria. Dakor. Faleminderit. Pusjet e Deganit, pusjet e Melonit e Ulën Gjojt, pusjet e Greqis e shumë Shqipërinë për kërministë të në këtë gjendje. Faleminderit. Për kohën që më dhe shumë respekt. Edhe unë falenderoj telefonatën, në fundjavë të mbarë ju uroj. Ecim një tjetër bisedë, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje Andi. Si je, me shëndet? Mirë dhe shumë falënderime dhe respekt për median tua, juve dhe median tua që na jepni mos. Patjetër. Po, ju dëgjoj se dje apo pardje kështu e kishe me Kanye West, Kim Kardashian, Dua Lipa, nuk di që edhe mandin e një shtullës, se që na the dje. Sot nuk e di, po pres me kërshëri. Ja. Sa për temën, Andi, më mirë mos tjenë ato media dhe kamerat. Se në njëherë gjëja del jashtë kontrolit. Në njëherë gjëja del jashtë kontrolit
Dhe ai avukati apo gjyqtari qa është, nuk e bën dot punën e tij kur janë kamerat, edhe avukati ose dhe ai i dënuari, ose i akuzuari nuk e kupton, ndihet shumë keq para kamerave. Nuk është film, është një sistem gjyqësor, është një vendim gjyqësor. Nuk duhen kamerat në asnjë mënyrë. Dhe kisha edhe një dy gjëra të tjera nëse ka mundësi, Andi. Po më thuaj. Po sa për këto parti, për mendimin tim janë arseti shqiptarve, i Shqipërisë, se neve i votojmë ata njerëz, votojmë për ata njerëz. Ose partit për shembull kanë ato drejtuesit e tyre ose liderat e tyre ose si son kryetarët e partive, mase ata e bëjnë më mirë punën, e kupton? Edhe i takon, kanë prezencë si kryetar parti ose si lider ose si shef që i thonë. Edhe për mendimin tim këto të partive bëjnë mirë mos të ikin, se e kryen më mirë atë punën si kryetar, për shumë Petro Koçi, ose Tom Doshi, ose Shpëtimi Dridhi, ose ai Vangel Dule, që janë të partit e tjera. Edhe vetë partia i lë vetë, për shembull, e kupton? Se i duket sikur ata e kryen më mirë detyrën si kryetar. Edhe kisha dhe një gjë tjetër. Me gjithë hallet dhe problemet që kemi, në del dhe një plumbi. Si? Në del një gjithë tona që kemi, në del dhe një plumbi që parkon atje ke ministria. Nuk e di, është e çuditshme, Andi. Si ka mundësi që ai njeri parkon atje? Dhe ajo policia e dinte të erdhi kryeministri i Shqipërisë. Mirë, dakor. Nuk e di shumë keq. E marrim intervistën Nikol Lesi. Mirë. Dakor, faleminderit. Të dëgjova, edhe përshëndes për telefonatën. E kuptuam thelbin, megjithëse edhe pak çështje interneti në sekondat e fundit. Mirëmëngjes, ti vërdëroni, ecim me një tjetër bisedë. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Okej, ndoshta e rekuperojmë komunikimin me zotrin, edhe ta mbyllim me të, sepse kemi edhe një rubrikë tjetër, shohim nëse mundemi. Është zotria që na telefonon ose bëhet pjesë e programit nga Greqia, edhe të shohim, bisedojmë pak me interes. Jemi në pritje, kemi temën e ditës për seancat publike që a kanë drejt SPAK edhe gjykatat, pra që të mos lejojnë kamerat këto seanca publike, sipas që do të ishte vëmë interes që çdo gjë të transmetohet drejt për drejt dhe do të kishit mundësi që ta ndiqnit. Unë nuk është të thënë në televizion, se në televizion dikush e ndjek dikush, jo, por qoftë në këto Facebook apo në faqe zyrtare, në YouTube e tjerë, edhe gjykatave, kështu që mirëmëngjes ti, mirëmëngjes. Okej, prap mirëmëngjes, mos më ik, nuk dëgjona? Okej, ja ta rekuperojmë pak, po dhe po në ikën koha. Nuk në dëgjonë zotria që sot është shtu, nuk do t'jetë në punë, por gjithsesi ishte në automjet, sërish në automjet. Së ditë jave, atë ka punën e përditshme. Mirëmëngjes, përshëndetje, esim me një tjetër bisedë, mos gaboj, urdhëroni. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, Ani, mirëmëngjes, përshëndes, mirë se vjen në program, më thuaj. Atëherë, puna e protestave. Unë jam i shtym nga Irani, vëlla. Jo thoni? Unë ka pagun Irani për këtë punë. Jo thoni janë shtyra nga Irani, mua dhe ta vetë. Po, gjithë janë shtyr nga Kosova, nga Maqedonia. Kam një përshtypje po e thua pak me ironi këtë, apo jepi troç, ta kuptojmë më saktë. Normale e burë. Se mund ju kuptoj unë, po nuk ju kuptojnë ata që në ndjekën. Jo. O Andi, jeme se njerëzit e kuptojnë shumë mirë, sa i doli me ca gjëna, mund vje keqë dhe në këta telefonusi që dalin emitojnë edhe atë se qa ka thonë ai. Kryeministri jo. Jo, fillim tha Greku, pastaj tha Irani, pastaj tha në Kosova, Maqedonia, jam shtym, po unë jam shqiptar, në Durrësi, kam shku, kam protestu atje. Asnjëri nuk më ka shtyr që kam shku atje.
Edhe asë njëri nuk më ka paguajt që kam shkuar që kam bërë protest. O njerëz, ka ardhur koha për ndryshim. Ne protestohet për të ardhmen e fëmijëve tonë, për të ardhmen tonë. Atje s'ka protestohet për bukën e gojës, protestohet për vjedhjet, protestohet për spitalet, për pensionet e juja, për invalidet, për çdo gjë protestohet. Edhe mos dilni mo me o shtyna kjo, shtyna i. Jo, i ka ardhur shqiptarët dhe si i kanë fyt, nuk kanë mo, nuk ka çfarë bëjnë shqiptarët mo. Mirani, të falenderoj që kuptova të dëgjova mjaft mirë të përshëndesje dhe fundjavë të mbarë, ndërkaq që në këto moment do shim pak shtypin e shkruar të eksaktësisht 30 viteve më parë, pra të 20 qershorit vitit 1996.